Mos sill kështu se djali mirë fillim, shkoj në gjim punoj shumë. Nuk thash që në djali mirë. Ide private apo publike? Do të më hash veshkën. Si kalon kohën e lirë ku je në shtëpi gjithmonë? Kam një pyetje tani. More frym. Ja, më disha më të me vetë. Kjo është shumë i fortë për ty, je më i buti. Se unë një. Kur të shkruan nishi pas 3 vitesh ndarje. Frita, më dhe mo. Oh, sa emocional. Tira, së më dhe zo. Po mirë, si e shef dashurin sot që je 30 vjeç e një ditë? Do hishe dorë zë nga muzika? Frita, më dhe mo. Kato. Kum nga bu edhe. Mo, kondash një jem, po festoj si për dit lindje. Jo ku pipi jem nas pije, jem qet Allah ile. Jo, kondash një jem, po festoj si për dit lindje. Jo ku pipi jem nas pije, jem qet Allah ile. Edhe buta sot në Buta, troqa, ormëte, gota. Vin kur vjen ata, terror, shtoqja. Lëten tojnë ata. Gati jem edhe ne. Unë më duket se do rri këtu dhe nuk do iki fare lartë. Vletët punëtore, uasare mirë, që po gatuhet këtu? Nuk dua t'i ngacmoj si pas keni bërë shumë bukura, po qa mund t'hanë një gjetë po? Ti marrë dhe qa se kam qik punë lartë t'i ha rrugës. Ua, mbërësirë qa është kjo mjalt? Mjalt me rikot. Mjalt me rikot, am. Po ma bësh një pjatë. Ta marrë? Ta marrë? Se problem mere. Ika me përshtypjet më të mira. Pafshim. Butrin t'i ka ikur për t'u qethur dhe ndërkohë ne do shohim pak se ç'a bëhet këtu dhe do zbulojmë çik. Hajde shifeni. O, babo, sa shumë fisha, isha s'po ish në një dhe shkatrova të gjitha. Ha, qa po bëhet këtu? Njerë takojmë pak babin e të Butrinti, se që ka këtu si e? Po që në gajtë një fanë deri si Mirë, dhe 100 djali. Mirë, po ju? Po me të në thonë mirë, që shumë mirë. Shumë mirë. Ej, po mora vesh që sot do iki një 100.000 euro kështu, shpejt e shpejt. Nuk do ikë, po ma mërmena të shkojnë të sigurta, edhe shpresoj që ai njerë që është i lumë të mërë të pare me arrit diçka. Edhe shpresoj që e merë dikush që me të vërtet ka nevoj. Mirë, do e shohim pastaj që t'ja shpjegoj të pak se qa do ndodhi. Këtu sot po mbahet eventi i 100.000 eurove që do fitoheshin në TikTok nga videoja më virale. Ndërkohë, këtej, vazhdojmë, këtej, i kemi bërë adetet. S'pas ka zile. Thashtë do vje jashtë. Muzikën e ardhë. Shurime për ty. Na. Më do një dëshirë. Nga 700 dëshira që kemi nduar këto kohë. Dëgjoj, nuk e dija sa vjeç bëje? Po, 30. 30? A e pas këtë madhe pra të futem? Duhet me ish pucën? Po, lëvesh hajde. A, faleminderit. A do me të ndihmu? Po, thank you. Po futem. Prit se kam edhe një dhurat tjetër. Tani e kam studiuar. Shumë faleminderit. Shiko, nuk e gjitha në flok të zeza si e që ke tatuazh, po kjo shumë mirë është dhe super sajan. Shumë faleminderit. Të pëlqen? Faleminderit shumë e dhëmë. Shumë faleminderit. Ej, së shtëpi e madhe, mo. Po është shtëpi tamam që ku po me zemër. E ke po me zemër? Po. Faleminderit për tortë shumë. Asgjë. Edhe për dhuratë. Edhe që keni ardhë. Ta akomodojmë i dikune? Po. Faleminderit njerë që më le të futem me këpucë se gjithë të tjerë që kanë përballë i kanë hequr. Shumë më të shenë nona jam, se bën të lashe. E po qa bën në shtëpi, shumë rehatshëm këtë cepi këtu. Si kalon kohën e lirë kur je në shtëpi gjithmonë? A shef në një film, pëlqim animet? Shumicin e kohës, jam studio, jam gjim, po kështu privatësin tem, që kom qef me këshirë në film që me konë vetë, se knazhë kur je vetë, e kalën shpërë. Nisi, s'po të mbaj më shumë këtu, se unë e di që aty jashtë është duke bërë gati eventi, dhe ti do të bëhesh gati, kështu që? I kem naltë, bën gati. Hajde.
Këtu është kuzhina, a ne? Do me po? Do me po buk? A do m'gatush? A di me gatuj? Di me gatu. Di? Po. Qa gatu më mirë? Biftek, peshk, kështu gjëra. Mish, gatu mish. Po, mish. Je gjumash, flen shumë? Jo, nuk jam gjumash, quna shumë herët, shkojnë gjim, punoj shumë. Mos sill kështu se djali mirë në fillim, shkojnë në gjim, punoj shumë. Nuk thash që më djali mirë. Ah, po, po e shet veten mirë, çik shumë e Jo, modest. po rregullat në rregullat. Punën, gjimin është all the time. Nuk e nalëm. A këtu rrin, duket se rrin në Gjermani, apo? Rrjedhe këtu, rrjedhe në Gjermani, kur kam punë këtu, jë ma shumë kësajte. Si ndihesh sot që ke ditëlindjen, ke eventin, ke 100.000 euroshin? Mirë, shumë punina, po kam emocione për ne e ma. Së është shpimi madhë. Do e shohim. Po të në shohim që në botë. A do na e prezantosh, apo? Yes, hajde shkore në atë. Një kal tjetër. Po, shaja shpisë. Shumë buaj. Kjo është dhuma jam, që një kal tjetër në të tyre. Një kal tjetër, pra. Ku ma ka po një shok nga Shqipnia, kom shumë shok mirë, ma ka bo atë dhe ditëlindje. Shumë e bukur. 2025. është me gold. Shumë e bukur. Kush ka qenë ditëlindja më e bukur që mban unë? Çdo vit është ditëlindja mes, se besoj në mirë, ma. I boni mirë ne aty këtej. Po, mirë bëjnë. Do Për shohim. ne jena shumë mirë. Do shohim çfarë bëhet dhe sot. Kjo është dhuma jam. Do me madhe. Sa shumë parfume, kush ti preferuar jot? Jam një gjykuse Varet. e mirë parfumesh, më trego. Kjo është për më ramë më shumë. Ta ndi? Është okay, pëlqen shumë. Okej, Tjetër? më pëlqen fjalë okej. Është shumë e mirë për momentin. Shohim tjerët. Më i mirë ky i pari. Po, ta ka dhuma my favorite. Kjo është për dimër. Është okay. Ky është okay. Mendoj që ky të shkon më shumë. Ky është shumë i fortë për ti. Je më i buti. Pse unë njeh? Intuita s'më gabon. Okej. Je pak i buti, gafore, ço pret, nga një gafore e ndjeshme. Më trego çfarë do veshësh sot një herë, s'më ke treguar çfarë do veshësh sot për super mega eventin. Këtu është dhuma jam për vërum. Sot Qa do veshi, ma me mene shkojme një këmish të bardhë edhe me një por jeans. Stili jo, si gjithmonë. Si gjithmonë. Fresh. Fresh. Oversize besoj? Po. Shef. Ka më si për më poshtë, ku ikim? Po ka dhe si për ka dhe poshtë. Qa është më interesante që duhet ta shohun? Ma interesante është poshtë. Poshtë. Ikim. Ikim poshtë. Sa e bukur kjo, more? Që ka del të palestrume si ty. Welcome. Ej. Sorry. Sa bukur, ma. Pse, që është kjo? Sa bëhet Kjo ka në studio jam. Po ke tash bo këngë është këtu? si lloj gaming room. Po kam bo këngë. Ka një këngë që... Ka shumë këngë që kam bo. Një pjesë do këngëve që kam bo shumë bukra. Njërën për shembull. Kuku. Kuku? Kuku dhe më janë. A lutë? Luj, di me lujt. Di me lujt. Po. Je i sigurt? Të Se mos provojmë. traf. Po s'pa mërmen, ja. A thu? Po s'sa di musafire. Do të raf? Apo do thush pastaj lash vetë se të respektova se e msafire, se ku di unë. I ma thua. Ej, po pse jem një albumit i pari? Si jam i pari. Me modesti, a? Kush nga këngët që ke bërë, do me thënë i pari është, e ndjen shumë personale e jotja. Se pranoj që të humba, Se pranoj që të humba, të dua, se më the të dua. kong dashni, Kong dashni. koplet. Sa emocional, ta gjitha këto këngët që ashtu me ndarje, me vuajtje, Me vuajtje ti. me vuajtje. Ha, do bësh në një gol apo? Gol. Gol. Ja, mos guxa. Ja! Do zohem. Po të lej, po të respektoj se ke ditëlindjen. Po të lej. Respekt. Ta dhash gol. Ha, Po hupe.
U dorëzova, nuk humba. Jo, nuk u dorëzosh ti. Rehat, shumë rehat. E kujt ka qenë ideja e 100.000 euroshit në TikTok për ta dhuruar? Ideja u konë e jamja dhe stafit. Jina mësu me marrë gjithë. Është koha me jep diçka. Është koha me një mu dikujna me jep një shansë me bo diçka nice për jetën e vetë. E ke prit që do bëhet kështu kaq virale, do marrë gjithë... Po e kom prit. E ke prit? Po. Se u konë shumë nice challenge. Nejse se shumë të butë më pe deri tani ti mua, po unë kam pyetje më spicy. Nuk e di sa gati je ti. Jam shumë gati. Je shumë gati? Po. Për ballon? Për ballon. Okej. Mëngjes herët apo natën vonë? Palestrën ndoshta për Natën vonë. kush rizgjuar natën vonë për bërë palestër, nejse. E Shqipërisë apo e Kosovës? Suni ndaj. Suni ndaj? Shqiptare. Shqiptare. Lidhje private apo publike? Shumë private. Shumë private? Po. Së pëlqen publike? Unë pëlqen, po përzihen e këshirë me prish punë, kështu që ma mi private. Ma më private. Bet gal apo nice gal? Pak ashtu, pak ashtu. Edhe kështu, edhe mish edhe peshk, të dyta. Çokoladë Po të akullore. vërtet nuk kam për Të përgatitesh me fjalë apo me duar? e duar. Me duar. Të dominosh apo të dominoj? Dominoj. Shpejt apo ngadal? Makinës. Oh. Pse qeshe? Jo. Okej. Makinës. Ose jo, që dush, të më thënë, shpejt apo ngadal është pyetja, këtë është të pa unë. Po dhe shpejt edhe ka dalë. Edhe shpejt dhe ngadal. Po. Kam një pyetje tani. More frym. Ja, me disha më të me vetë. Me cica? Një cica apo 3 cica? Që gjurë të në 3 cica. E ka mendu, se s'ka mundësi, e ka mendu. Po nejse, super përgjigje. Sot, po të lëtë qetë, bësh gati, s'po të mbaj më shumë, s'po të vë më shumë në presion, po është vetëm fillimi, ta dish. Sot po të respektoj se ke eventin, ke ditëlindjen, po të lë. Po ma ke borxh një gjëra me makinesër. Kryt, për O, më të kryt? të bënisë. Hajde, 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 kësaj me mu. Hajde, 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 pili me mu. Hajde, 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 kësaj me mu. Hajde, 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 qaj e ku tonight. Hajde, 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 kësaj. Po treti Meri, fituesi i sfidës prej 100.000 euro është Blerten Aurita! Urime! O tu na pa Po t'jeton na t'jarta Tut na që pëmbaron oren A e ndalon shpirtin Po tu me lon tonight Shyrë, më në fund, pas kaq episodesh, jam Passenger Princess. Se për herë ja pun makinës. Edhe ti je shumë gentleman, dhe faleminderit. Jo, dyshe këto, të falemnderit që më në ta kazu me Trovici. Po, faleminderit që jam lodh 3 ditë. Jo të ditëlindja, jo të eventi, jo këtej, jo andej. Edhe prapë sot. Po ja ka vlet. Ja ka vlejt. Qa këngë do vendosje ti nëse do jesh duke shkuar në datën e parë me një gocë? Jeti sleti Je si fatin amanna Je shumë prili Si ti sa stjona A e zventi Je ma banor amma Je shumë prili Si ti s'ka voluna Bebetën Ej, super këngë. Po, e preferuar jote nga albumi kush është? Fakt më pëlqen krejt. Po normal se Po ti pyeti mas shumë, ti më pëlqen Sweetie. Sweetie. Po. Po ndron me kodi qysh. Kur pëlqej vetën. Me mut. Po. Me mut. Po. Po kur je mërzitur këtë gjë.
Se pranoj që të humba, e pranoj që të dua. Me mente ti, mente ti. Po që për që të nuk e pa minutë të rekshtë. Po nuk është momenti të mërësitemi. Ja, s'është. Është momenti të më thuash qa këngë dëgjon kur të shkruan nishi pas 3 vitesh ndarje. Ata që jam pikante këto të mijat, jo më the jam mësuar. Shi si mendojsh tani? Edhe sikletose shkruan dhe kokës. Ngom që më pak, u bo bajat. Dyshimet rastije për larje pas një fakt. Jetu është gotë, që ti ki drejt, apo e kom sakt. Pse e mon gat, t'ilin çdo nat. Ego i not, shumë fucked up, që ata unë sot. S'kom lo për pas, me kitë kujtimet edhe dashnin që e ko pas. S'ka këngë. Që t'u lu. Nuk ka këngë ndarje këtu me këtë makinë. Ja. Me sa të kam njohur, këtu më duhet se të prek në tele dhe do mi do se shikon kështu në bukur. Qa këngë dëgjon kur je në një after party pas orës 4 të mëngjesit? Shumë e sakt. Jo, është urrejtse, di kush do ishte e sakta. Cila? Gjon Tallava. Po, sta që të sistemi ta. Hajde pili me mu. Hajde kse me mu. Hajde qoj ku. Tonight. Hajde kse me mu. Mos unar. Hajde pili me mu. Qa këngë dëgjon kur je duke pritur një mesazh, po nuk po të vjen? Tua dhe për qa thoi, so keq që me i ke. Shumë të besova, por gabim. Me mujt me të son me tjetrin, o veç me t'hek prej qefin. Ashta i ven, mi shpecin. Se unë gjithmon, prita, po se dhe mo. Tira s'më bon e zon, se nuk erdhe mo. E s'më bon e zon. Prita, po se erdhe mo. E këtu e ke A godit. ke fix? Fix. Ta këngë dëgjon kur sapo je kthyer nga një takim shumë i zhgënjur me një gotë që te ke pas shef, po u zhgënjeve. U zhgënjeve dhe Momenti i parë, kisha thirë shokun të në ngusht. E kisha thonë që cancel. Kum nga bu edhe s'ngoj muzika të nuk je, okej. Je në makinë me Don John. Po, Edhe Don John i kështu si i trend i thoni ju? I çmen? I trend. A i thoni kështu? Po që është, vendos një këngë që të çmenim gjithë lagjen. Qa këngë do vendosi ti? një që pëlqen. Po koncertit tënë të jetës. Okej. Kush do ishte kënga e parë me të cilën do hapje koncertin? Kë do këndoje të parën? Të parën koncertin tem tjetës. Do shtë në shkon fëmi. Vendi. A do e bësh ti koncertin? Po ne, që të nuk bërë të? Që më njetë është se. Pa, shpesh ta mbash fjalën që kënga e parë do jetë Kibeti. Ti ki më kolla që ka të tjurë temë. E fëtora speciale, ja. Me DJ-në. Do të e shohë pas të. Je në makinë me një gocë, kështu sapo e ke njohur, ka veshur pino të verdha, do shka shuletse,
E ka gjetur veten rrugës për Mitrovic. Qa këngë do i vendosi kësaj goxhës? Mësëm ty që nuk dënë, ti muj zemër ekstravagante, mu ke bë obsesion, ti qa dënë, ti Pëlqen ti kur n'kish, pëlqen edhe qa ki vesh, du me ta honget atë veshk, atë pjesën që m'ke. Do të më hash veshkën? E fort. Këtu është? A, do gjithemi tani këto? Këto është hymja për në fut në shpe. Bëju sigur sa marrë tam 3 ditë, vi lartë poshtë këto, po. Po i bosi e shpis tani. Ani jam bosi e shtëpisë. Po të thash, shpje, jam më shpje jote. Faleminderit. Hyrë dhe me kpucë. Askush nuk ka guxuar ta bëj këtë. Po, I kam parë gjithë kastile 1-1 dhe gjithë i heqin kpucët e dera. Mos më ka thënë gjys llafi. Po t'kish pa momi. Shiko, po e studioj unë në hapësirën kur e shoh që është aty. S'futet I gjëra. kpucët. Po tani jam bërë kështu respektueshme dhe i kam hequr. Po ti më jep papuçet. Atë që thoni ju? Shapka. Shapka. Po, më jep papuçet direkt. Papuçet. Kam një palgëri. Me kështu, me push, me desh. Du me t'prek bedma Kitë po na shyrin tinza Kirin all black, thiri ninja Na dy ti kim men të prishta Heti sweeti Jesi Florina Je shumë preri Si ti so Mirë se juri gjeta. Ha e zenti Je ma panorama Je shumë preri Si ti s'ka bon nëna Baby jetën të me mu e dojshë As njerë unë me ty Ej, po shumë vend i bukur, shumë shpije bukur. Ti qenë? Shumë. Faleminderit. Çfarë të ndaj tatuazhet të dora? Cili? True love, romantic. Edhe më kanë thënë butrin romantiku, po thoya, okay, duket. Kush ka thonë? Kështu kam dëgjuar. Ti e pas ke tatuazh? Po kanë atëherë, këto kom bën 2022-ën, 2023-ën. Hy ke qenë më i vogël, domethënë. Tani s'do e bëje. Me raste. Me raste? Po. Po mirë, si e shef dashurinë sot që je 30 vjeç e 1 ditë? Dashuria më mërmenet më kanë shumë e pastërt. Duhet me kanë me vlerësu njëri tjetrin, me respektu njëri tjetrin, edhe me kuptu botën njëri tjetrin. Po për shembull, ti the shumë e pastër, të ka ndikuar ty fama në gjendjen e dashurisë së vërtet për shembull? Sigurisht që dëmton në dashuri se kim punë me neje, me koncerte, me Orët e vona. Orët e vona është pak problem. Çfarë gjë që të pëlqen më shumë te një gocë? Du me pas aur, Aur. po. Një gjë specifike që ti thua Një gjë që më thonë që kanë shumë kuptim të një gocë janë sytë, syt. po. Eyes, Full me sy. eyes never lie. Çka ke bërë një gjë për dashurinë që s'do ta bëje sot që je penduar? Kum hup shumë kohë me një person. Ke hub kohë? Po. Se ka vlejt? Ja, po kur ka fund se ka vlet. Në një marrëdhënie i merr vendimet me zemër apo me logjik? I ka marrë me zemër tash që marrë me logjik. Pas ke marrë mësim, më duket. Po. Nga humbja e kohës që mori fund. Si do ta përshkruaj ti dashurinë vetëm me një fjalë? Nuk ekziston ajo fjallë që përshkruan dashurinë. Të vynë shumë fjallë. Për shembull, Për shembull me vlerësu dikën, respekt, besim. besim është number one. Ti si e fiton kështu besimin me kohën? Si ke relatat me besimin? Je mos besues nga pak apo? Ndoshta nuk ka logjik shumë, po e kuptoj njërin nga fillimi. E kupton? Po. Ke intuit fort? Po, shumë të fort. Qa do ishte gjëja më e çmendur që do bëje për dashurinë? Diçka që më pëlqen më shumë, e kisha rënë anash për ta. Kisha hik dorë në diçka shumë bukur që më pëlqen, kisha... Okej, prit. Pse ti po thuaj që do hiqe dorë zëm nga muzika për dashurinë? Po nuk ka veç muzikë. Po mirë se ajo është gjëja jote. Nga muzika jo. Këtë pyetje kam personale, se mezi po pres. Edhe e di që do më thush që do bëhet. A do bësh ndonjë koncert shumë të madh?
Shumë të madh. Sigurisht, 100%. Kur? Këtë vit? Nuk e di kur, po shumë shpejt Në e Tiranë? bëj më të madhe Në që Tiranë, ka po. bona herë. Po, në Tiranë, sigurisht. Super organizim. Po, Kur ke bë ditëlindjen dhe gjitha këto, mendo pa koncerti që do Ke jetë. po, Mendo koncerti do jetë. Nëse unë erdha nga Tirana në ta 3 ditë këtu, jam Kishin kënaqur kalu. shumë, jam kënaqur shumë. Kisha imazh tjetër për ty dhe për Don Gjonin, po realisht janë shumë çuna të mirë, shumë të sjellshëm. faleminderit. Edhe nuk e di, mendoj që njerëzit duhet t'i njofësh jashtë kamerave që t'tregosh vërtet se kush janë. Nuk kam mundësi njerëz me na njohë që shena, çfarë zamre kena. Faleminderit që një konë, inshallah kena mujt me ju respektu, ty edhe stafin, me gjitha të mirat, Kalon shumë mirë. është shtëpia jote, kur doni mundi me ardhë, edhe keni respektin maksimum. Thank you shumë. Do shihemi prapë. Po.